Përshëndetje, sot do të përgatisim qervish me mish të terur. Pra, është një recet tradicionale, është i sheshëm, i thjesht, mish të terur, miell, misri. Këtu kam vlu ujë, është pra ujë i val, e qesim mishin, e pastrojmë, e shpërlajmë, e qesim në ujë. Mishin e lëmë të zihet parafërsisht, varësisht çfarë mishi, ma i ri, ma i love, ma trasha, 1 orë të zihet. Për këtë specialitet, mishi duhet jetë ma i ndërshëm, bën edhe të jetë me eshtra, pra me asht, sepse këtij specialiteti i jep shije pak ma të veçantë. Pra gjatë kohës së zirjes së mishit, ne bëjmë përgatitjen e qervishit. Qesim pak vaj, sipas dëshirën. Përpara nënat ose gjyshet tona kanë qitë vjam Kleopës, dhe mas pare kanë shkri vjamin, e kanë qitë millin, banë edhe ashtu, kush dëmë. Unë të qes pak vaj. E lëmë të nxehet. E qesim millin. Dhe kështu vazhdojmë ta pjekim parafërsisht gjysmë ore. Mirë po duhet të kem kujdes, se nëse është temperatura e lartë, milli mund të digjet me erë dhe nuk ka shije të mirë. Tash duke përzier, misri e milli e shën një aromë shumë të mirë, shumë të këndshme, dhe veç dihet që po fillon ta marrë ngjyrën njëherë të verë, kështu ngadalë. Pastaj dal ngadalë e merr ngjyrën kafe, qelër. Dhe gjithnjë i vjen era edhe ma e këndshme. E rreshkë. Pra kë miell është bluar me lirin e vendindjes time, me pëmisht. Zakonisht edhe është shumë i shishëm, kë bluhet me ujë se sa me rrëj. Ka një shije më të veçantë. Mishi veç është gati. Tani e kërkojmë. Duhet kemë kujdes, në fillim nuk i kam qitë vëlmesa, tani ja shtojmë pak veget. Sepse mishi i terur përherë që lanë që të jetë më i njëllët. Qervishi veç është gati, më ka milli, është pjekur. Kështu e merë ngjyrën, edhe ka dal, fillojmë ta shohajmë millin. Furën e kam shu me 220 gradë. Është pjek mirë dhe e bëjmë shurjen e millit. E marrëm një tepsi pak më të gjamë, sepse këto ma letë e kemi pjekur në tigan. E qesim millin tash në tepsi.
Në njerë, e fëshirë, çfarë do të qoftë. Se duhet të jetë më e madhe, më e gjamë. I hedhim langën e mishit. Dhe milli i pjekur shohet. Shtojmë ujë, pra ujë do të kemë kujdes në raportin e ujit dhe millit. Nëse i qesim mill ma shumë e ujë, jo tamam sa duhet, na del shumë i trash, bëhet kaçamak, kështu që qervishi do të jetë i hollë, del ma i shishëm. Duhet ta përzim mirë që milli i shuar të kompaksohet dhe mos të na mesin kokra të millit. Ja qesim tani mishin. Tani e fusim në furrë për 15-20 minuta. Qervishi është gati. Heqim nga furra. Kështu duket.